kënaqësi, u ndjehem jashtëzakonisht I privilegjuar që këtu si kryeministër I Republikës së Shqipërisë të them mirësevgjeta dhe faleminderit me gjithë zemrën. Jam jashtëzakonisht I vetëdijshëm për barën e madhe të përfaqësuesve të shqiptarëve në institucionet e këtyre territoreve. Jam absolutisht I vetëdijshëm për pravëndetjen, për vështirësitë e pazakonshme dhe për sakrificat e mëdha që shqiptarët në këto territore bëjnë dhe padyshim për përgjegjësinë e lartë të çdo gruaje dhe burri këtu pranishëm për të përfaqësuar dhe të mbrojtur me zërin tuaj interesat e motrave dhe vëllezërve tanë këtu në këto territor. Dhe kjo e bën edhe më të madhe barën e përgjegjësisë që unë ndjej, barën e përgjegjësisë që ju të gjithë bashku më ngarkoni duke më bërë të nder kaq posaçëm dhe duke më bërë të ndjehem sot një nga qytetarët e këtyre territoreve. Nuk duhet të them shumë fjalë, por duhet ju siguroj se çdo ditë në detyrën time është edhe një ditë në shërbimin tuaj. Është edhe një ditë në shërbim të lirive dhe drejtave që çdo shqiptar duhet të gëzojë aty ku banon, aty ku jeton, aty ku lind dhe rrit fëmijë. Qoftë në territorin e Republikës së Shqipërisë, qoftë në territorin e Republikës së Kosovës, qoftë në çdo territor tjetër. Dhe përsëris edhe një herë që nuk është thjesht detyrimi im vllazëror, as thjesht detyrimi im apetar, po është detyrimi im kushtetues, pasi Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë na imponon që të luftojmë me mishë dhe shpirt për të siguruar që çdo shqiptar është I lirë, çdo shqiptar është I mbrojtur dhe I garantuar kudo ku ai jeton. Edhe një tjetër, shumë faleminderit me shumë mirë.
privilegjuar që si Kryeministër Republikës së Shqipërisë t'ju them mirë se u gjeta dhe t'ju siguroj se unë dhe qeveria jonë nuk do të rreshtin së punuari për të rilindur Shqipërinë, por edhe për të rilindur shpresat dhe besimin e çdo shqiptari kudo ku jeton. Jam thellësisht mirënjohës për këtë mikpritje të paharrueshme dhe për këtë organizim kaq dinjitoz që ju siguroj se do të mbetet i pashlyer në kujtesën time dhe pasi dyshim do diktoj edhe për kushtimin e jashtëzakonshëm timin dhe të gjithëve ne në Tiranë për të qenë pranë jush dhe për të punuar së bashku në mënyrë që secili prej jush dhe posaçërisht çdo vajzë dhe çdo djalë këtu të pranishëm, maturant, të reja dhe të rinj, të kenë një rrugë të hapur për të realizuar ambicjet e tyre dhe të kenë gjithmonë një derë të hapur në Shqipëri për kryer studimet e tyre dhe me diplomën e tyre për të mundur të punojnë edhe këtu. Ajo që dëshirova ta lë për ta njoftuar këtu në këtë takim është se pas një diskutimi intensiv me kryeministrin e Serbisë dhe me ekipin qeveritar serb, ne në orët e fundit të mbrëmjes kemi firmosur marrëveshjen për shkëmbimet e të rinjve, por çka për ne është një rëndësi të veçantë edhe për njohjen reciproke të diplomave. Çka do të thotë se kësaj kemi hapur një faqe të re për gjithë ata që me diplomën e Shqipërisë do duan të ushtrojnë profesionin e tyre dhe të realizojnë ambicien e tyre. Diploma e Republikës së Shqipërisë nuk do të jetë më një letër e panjohshme, por një dokument i njohur dhe i barazlefshëm me diplomën e marrë këtu në Republikën e Serbisë. Pavarësisht vështirësive të kuptueshme dhe pavarësisht mos dakordësive njohura, lejoni t'ju them se unë jam shumë besimplot që kemi hapur një faqe të re në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Serbisë. Jam besimplot që duke bërë kështu i marrë përsipër përgjegjësinë që na takon. Që të mos lejojmë që gjenerata e re e shqiptarëve, por dhe gjenerata e re e serbëve të trashëgojnë traumat dhe pasojat traumatike të një konflikti jashtëzakonisht gjatë që fëmijët shqiptarë dhe fëmijët serb nuk e meritojnë. Dhe kjo është një përgjegjësi që qeveria e Republikës së Shqipërisë e ka marrë të plot, e njeh plotësisht detyrimin e saj dhe përtej të gjitha atyre që mund thonë
ata të cilët preferojnë të jetojnë me slogane dhe me retorika të shkuarës, ne me këtë përgjegjësi dhe me këtë vetdije kombëtare do të bëjmë çmos që të japim një ardhmë të denjë çdo shqiptari dhe shqiptare, pavarësisht se ku jeton, pavarësisht se ku banon dhe pavarësisht nëse është qytetar i Republikës së Shqipërisë, nëse është qytetar i Republikës së Kosovës, apo nëse është qytetar i Republikës së Serbisë, Smalitzi e me radhë. Ne jemi të bindur se na është dhënë një mundësi historike. Mundësia historike e një paqe të munguar për dekada dhe për shekuj tërë në këtë rajon, të identifikuar botërisht me luftën, të identifikuar botërisht me urrejtjen, të identifikuar botërisht me dasin e pangushtueshme. Sot, në vitin 2014, 100 vjet pas luftës parë botërore, që shpërtheu pikërisht në rajonin tonë, Ballkani, dhe të gjithë ne, si pjesë e tij, kemi mundësinë historike ta kthejmë këtë moment paqe që vjen si rezultat i përfundimit një procesi dramatik shpërbërje të Jugosllavisë dhe që kurorëzohet me marrëveshjen e nënshkruar vitin e shkuar mes Kosovës dhe Serbisë në një paqe të qëndrueshme për të cilën ja vlen të jetohet. Ne jemi plotësisht vetëdijshëm dhe duke qenë se nuk është hera e parë që unë vi në Preshev, lejoni t'ju them me modesti se jam plotësisht vetëdijshëm për brengat, për vështirësitë dhe për pamundësitë tuaja. Brenga shkaktuara shpeshherë pavarësisht nga ju. Vështirësi me cilat ndesheni shpeshherë pavarësisht nga ju. Dhe pengesa që shpeshherë i gjeni rrugën tuaj në mënyrë të pamerituar. Dhe së bashku kam besim plot se duke shfrytzuar këtë moment të jashtëzakonshëm paqe dhe duke përpjekur ta kthejmë në një rrugë të qëndrueshme bashkëpunimin paqe, ne do t'i shuajmë brengat e të shkuarës që prekin sot padrejtësisht zemrat dhe mendjet e fëmijëve në shtëpitë e shqiptarëve këtu. Ne do t'i zhbëjmë vështirësitë që vinë si rezultat e një të shkuare që vazhdon ta kërcënojë Ballkanin dhe ne jeni të bindur dhe keni besim do t'i heqim të gjitha pengesat që e ndalojnë një vajzë dhe një djalë me kombësi shqiptare që të ndjehet europian i barabartë mes të barabartësh pavarësisht se detyrim vllazërorëve, nuk është asnjë detyrim politikëve, as edhe një detyrim thjesht qeveritar. Është një detyrim kushtetues, bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, që qeveria e Shqipërisë dhe cili do qoftë kryeministri i Shqipërisë të mos e harrojë për asnjë moment se liria dhe drejtat e çdo shqiptari kudo ku jeton janë të paprekshme dhe si tilla duhet t'i mbrojë pavarësisht vështirësive që ka mbrojtja e tyre dhe pavarësisht pengesave që gjejmë së bashku në rrugën për t'i garantuar ato. Bazuar pikërisht te kjo e drejtë kushtetuese, unë dua që sot të nënvizoj se është një kohë e re dhe ne duhet kemi të vetëdijshëm, por njëkohësisht edhe duhet punojmë me njëri tjetrin për të sjellë ashtu siç
i ka hije kësaj kohe të re. Kush e ka të vështirë të ndahet nga e shkuara, nuk jemi ne. Ne duam të jemi dhe së bashku do të jemi europianët e rinj të këtij rajoni, cili ka ardhur koha të bashkohet një herë për gjithmonë me Europën, sepse sot, ndryshe nga shumë vite më parë apo nga disa vite më parë, nuk kemi vetëm ne, njerëzit e rajonit që kemi nevojë për Europën e bashkuar, por është dhe bashkimi europian që ka nevojë për ne të gjithë. Nga ana tjetër, më lejoni që këtu përpara jush, në vendin ku shqiptarët sot hasin vështirësi që nuk e hasin në vende tjera ku jetojnë për hir të vërtetës, në vizojmë me krenari se ne shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e dy shteteve që janë garantët të paqes, stabilitetit dhe të ecurisë demokratike të rajonit, mund të jemi me plot gurën krenar për mënyrën se si respektojmë minoritetet. Mund të jemi me plot gurën krenar sepse kemi të gjithë drejtën, bazuar jo në konventa, jo në letra, por në fakte, t'i tregojmë botës mbar se po, në Shqipëri dhe në Kosovë ka modele të admirueshme të bashkëjetesës, ka modele të admirueshme të respektit për lirit dhe për drejtat e minoritetet. Dhe me këtë krenari, por duke u nisur nga vetja, ne kemi drejtën të kërkojmë të njëjtën gjë edhe nga tjerë. Sot në Shqipëri ka një minoritet grek i cili nuk ndjen për asnjë çast në jetën e tij asnjë dallim e jo më pastaj diskriminim në raport me qytetarët shqiptar me kombësi shqiptar. Sot në Shqipëri ka një minoritet shumë të vogël në numër, Maqedonas, i cili jo vetëm nuk ndjen asnjë dallim dhe asnjë diskriminim në raport me popullsinë, me kombësi shqiptare, por pas ndarjes së re territoriale do të ketë edhe bashkinë e vet, pavarësisht se numri është shumë i vogël, sepse nuk janë numrat që duhet përcaktojnë sjelljen ndaj tjetrit, por është mënyra se si ne e shohim veten tonë dhe është ajo çfarë duam për veten tonë. E pra ne shqiptarët do të jemi të gjithë krenar, sepse ato që duam për veten tonë nuk ja mohojnë tjetrit. Por ama ato që i japin tjetrit, asnjë tjetër nuk mund na e mohojë ne. Ka shumë rëndësi që këto territore të kthehen nga një zonë e vështirë, ku nuk ka nevojë të takosh njerëz, po mjafton të hedhësh syt majtas dhe djathtas për të kuptuar se ka një dallim të madh. Në një zonë ku dallimi duhet të jetë i padukshëm. Në një zonë ku brenda për brenda territorit të Republikës Serbisë nuk duhet të ndjehet e kundërta e asaj që ndjehet kur është syt majtas dhe djathtas në pjesën tjetër të territorit të Serbisë. Dhe kjo është ajo që
unë kam folur drejt për drejt, hapur dhe shkoqur në takimin kokë në kokë me kryeministrin Vučić, cilit ja kam bërë shumë të qartë se ne shqiptarët nuk jemi në një betejë të përbashkët për ndonjë Shqipëri të madhe, por jemi në një betejë të përbashkët për një Europë të madhe që ka vënd për gjithë shqiptarët dhe që duhet i përfshi të gjithë shqiptarët sigurisht bashkë të gjithë. Dhe kush dëshiron këtë, njësoj si ne, nuk duhet lejoj që kushet e vështira, që pengesat e pafundme, që sjelljet diskriminuese, t'i shtyn njerëzit në një drejtim krejt tjetër. Drejtimi i ardhmes është drejtimi i lirive dhe drejtave të barabarta për çdo qytetar të Europës. Dhe si qytetarët e Europës, bashkarisht sot, ne jemi në drejtën e Zotit dhe të vendit që të mbrojmë me forcë lirinë dhe drejtën e çdo kujt që jeton këto territore, për të mos u ndjerë i ndryshëm në kuptimin diskriminues ndaj askujt tjetër. Nga ana tjetër, unë besoj se ky projekti i paqes dhe programi i transformimit të këtij projekti në realitet për çdo familje dhe për çdo individ, pavarësisht kombësisë dhe pavarësisht vendbanimit, kërkon pas më të votin dyshim edhe bashkimit e të gjithë faktorit shqiptar këtu në Lugin për adresuar problemet reale. Ato probleme reale që unë fale dhe konsultimit me udhëheqësit dhe përfaqësuesit tuaj i adresova kryeministrit serb. Probleme që kanë të bëjnë me shkollimin, probleme që kanë të bëjnë me shëndetësinë, probleme që kanë të bëjnë me infrastrukturën dhe me zhvillimin ekonomik dhe social të një zone, e cila sigurisht përveç gjithë atyre ka nevojë dhe për një jetë kulturore. Për një jetë kulturore pa pengesa, për një jetë kulturore pa mure, për një jetë kulturore që të mos shihet shtrëmbër, por përkundrazi, të shihet si pasuri, sepse në këtë paqe, për cilën gjithë bashkë do të punojmë që të jetë një paqe që ja vlen të jetohet, pakicat nuk mund të jenë më burim dasie, por duhet të jenë ura që lidhin fatet tona drejt ardhmes. Dhe askush nuk duhet ndjehet keq. Dhe askush nuk duhet të jetë në pozitë vështirë. Dhe askush nuk duhet ndjehet si i mallkuar nga Zoti, pse në vendin e vet ka dhe pakica, por gjithkush duhet ndjehet me fat që në vendin e vet ka dhe pakica, sepse mënyra se si sillemi me pakicat përcakton atë që ne jemi. Dhe për të qenë europian deri në fund, nuk mjafton të flasin gjuhën e Brukselit, por duhet që t'i japim gjithë mundësinë të flasin lirisht gjuhën e tyre. Duhet t'i japim gjithë mundësinë të mësojnë lirisht në gjuhën e tyre. Duhet t'i japim gjithë mundësinë që tek gjuha e tjetrit të ndjejnë jo kërcënimin, por fatin që kanë për të jetuar në një shoqëri të larmishme, me kultura të ndryshme, me tradita të ndryshme, me identitete të ndryshme, që përbëjnë mozaikun e Europës Bashkuar, cilës ne duam t'i bashkohemi si një pjesë e munguar e këtij mozaik. Unë e di që është më e lehtë t'i thuash se sa t'i bësh gjërat. Dhe ne shqiptarët
e keni dhe vëta shprehjen që nga e thëna në të bërë është në mes një det i tërë. Por kjo është sfida jote. Dhe aq sa nuk është e lehtë të ecësh përpara me projekte dhe programe afatmesme dhe afatgjata, aq kjo është e domosdoshme. Dhe në këtë domosdoshmëri, për sa i takon gjithë shqiptarëve të Luginës, përfaqësimi në administratën publike duhet jeti plot. Mundësia për të qenë pjesë e jetës institucionale të këtij shteti duhet jeti plot. Dhe rrugët që përmes përfaqësimit dhe jetës institucionale projektet bën realitet duhet jetë gjithë të hapura. Sepse në të kundërt, deti mes fjalëve dhe veprave mbetet i pakapërcyeshëm. Dhe në pamundësinë për të kapërcyer detin mes fjalëve dhe veprave, kemi parë se historia ka dëshmuar më shumë se një herë. Dhe këtu në Ballkan, me qindra vjet, njerëzit zgjedhin natyrshëm t'i kthejnë kurrizin detit dhe luftojnë me njëri tjetrin. Sigurisht që çështjet e Luginës janë çështje që kërkojnë zgjidhje me shtetin dhe me institucionet e Serbisë. Por shteti shqiptar nuk do të tërhiqet nga detyrimi i tij kushtetues për të qenë i angazhuar në mënyrë konstante që duke forcuar dialogun dhe bashkëpunimin me Serbinë të forcojë pozitën e vet për të mbrojtur dhe për të mbështetur aspiratat e të gjithë shqiptarëve që jetojnë në Republikën e Serbisë. Dhe unë nuk shoh asnjë arsye, përkundër. E thash këtë takimin me kryeministrin, e thash këtë në konferencën për shtyp dje, dhe ne do të vazhdojmë ta përsërisim. S'ka arsye që shqiptarët e Luginës Preshevës të kenë më pak mundësi, të kenë më pak liri, të kenë më pak drejta se serbët e veriut Kosovës. Ashtu si dhe të gjithë minoritetet etnike apo kulturore, në të gjithë rajonin tonë nuk mund më të diskriminohen për shkak të origjinës, nëse jemi të gjithë serioz që kësaj mundësie fantastike për të mbyllur një shekull konfliktesh dhe dasish dhe për të hapur një rrugë të re paqe, i përkushtohemi jo me fjalë, me misionin e SBE-s, me trupin koordinues qeverisë së Serbisë për komunat Bujanovc, Preshev, Medveq, dhe në Universitetin Novi Sadit, që arritën hapin paralelen e Fakultetit Ekonomik të Suboticës në Bujanovc, duke bërë një hap kuptim plot në realizimin e drejtave kolektive për arsim të lartë. Dhe nga atje duhet të përfitoj këtu për ta konkretizuar atë që preku i nderuari miku im Radmin Mustafa, se për të reja dhe të rinjt e Luginës, ne do të dyfishojmë kuotat të mjekësi dhe do të kemi kuota pa limit në të gjithë fakultetet të tjera. Ju e dini që pak politikë shqiptare të dhe. Ju e dini që ne po bëjmë një reformë rrënjësore në arsimin e lartë. Ju e dini që në kaq vite
ne kemi arritur të kemi numrin më të madh të juristëve dhe të inxhinierëve të ekonomistëve për metër katror në Europë. Por kemi humbur shumë vite dhe kemi humbur shumë zanate. E për këtë arsye qeveria jonë është fokusuar shumë fort te krijimi i një alternative për të rinj. Alternativës së arsimit profesional ashtu si në çdo vend normal botës, në funksion të punësimit, në funksion të rritjes dhuntive profesionale dhe sipërmarrëse të gjeneratës tjetër. Nga ana tjetër, është e natyrshme që ne nuk mund të vazhdonim me një sistem të lartë arsimor që ishte kthyer në një industri prodhimi diplomash pa vlerë, por të gjitha këto aq sa vlejnë për territorin e Republikës së Shqipërisë, aq edhe nuk mund të jenë arsye që ku kemi një ulje të arsyeshme kuotash fjalëve në mjeksi për shkak të vetë kërkesës së fakultetit, kjo ulje kuotash të ndikojë për keq dhe t'i mbyll rrugën kujdo ndër ju që do të bëhet mjek. Apo në të gjithë nivelin e arsimit. Kështu që ndjehuni me më shumë se një derë të hapur dhe jam i bindur që duke bërë këtë ne do japim mundësi kujdo ndër ju që do të zgjedh të arsimohet në Republikën e Shqipërisë që të mund ta bëjë këtë. Nga tjetër, jemi të vetëdijshëm për vështirësitë që ju keni këtu në Lugin për tekstet shkollore dhe e dim edhe fondin e ndihmës akorduar bashkë me qeverinë e Kosovës, por kjo është shumë pak. Dhe për këtë arsye, edhe me kryeministrin Vučić, i fokusuar tek domosdoshmëria për ta parë me sy kritik gjendjen e infrastrukturës arsimore në Lugin dhe cilësinë e arsimit, kuptohet edhe tekstet, dhe do të bashkëpunojmë edhe me qeverinë e Serbisë, do të bashkëpunojmë edhe me përfaqësuesit tuaj këtu, që kjo situatë ndryshojë. Ne kam kërkuar shprehjesisht kryeministrit të Serbisë, nëse duhet ta thoja këtu me zë të lartë që ai personalisht dhe qeveria serbe do të angazhohen seriozisht për përmirësimin e infrastrukturës shkollore dhe spitalore dhe për t'i dhënë fund odisesë së papranueshme të gjithë nënave të reja që për të lindur fëmijë duhet hikin me dhjetra kilometra larg. Dhe shprehnisht më ka thënë po. Shpresoj dhe besoj që do e mbaj fjalën, se pastaj nuk dua që kur them nuk e mbaj fjalën të thotë është provokim. Besoj që është e kuptueshme, por nuk dua të mbaj shumë dhe dua vetëm të shtoj dhe diçka. Ne shqiptarët kemi shumë drejt që shpesh herë jemi të padurueshëm. Kemi drejt në Shqipëri, pas shumë vitesh pritshmërisht të mëdha dhe zhgënjimesh të mëdha,
që të kërkojmë sahabën mbyll syt. Gjithçka që na ka munguar, atë që na ka munguar në Shqipëri nuk na kanë bërë të tjerë, e kemi bërë vetes. Kemi shumë drejt në Kosovë, kemi të padurueshëm. Dhe të kërkojmë që çdo gjë të shkojë vaj, që të mos ketë kriza institucionale, që mos ketë mosmarrveshje, sepse vitet kalojnë shpejt. Kemi shumë të drejtë, edhe më shumë të drejtë këtu. Kemi të padurueshëm, se takova me shumë krejtësi disa të moshuar, cilëve ju iku jeta në këtë lugin dhe zërë se një ditë bardhë panë përveç lindjes së fëmijëve. Ndërkohë që ata që i përkasin gjeneratës së pas murit Berlinit tani më po bëhen për të martuar dhe kthejnë syt rreth rrotull dhe shohin veten si në kurth. Pra ne kemi shumë drejt, kemi padurueshëm. Por ktheheni pak kohë mbrapa. Ku ishin shqiptarët në vitet 90? Dhe kush ndër ne mund t'i parafiguronte në vitet 90 shqiptarët si që janë sot në këtë rajon? Me kaq shumë më tepër gjëra të bëra realitet dhe jo gjëra të thjeshta. Jo një rrugë këtu edhe një ur atje. Po gjëra të mëdha. Dhe besoj se më të dëgjuar dhe më të respektuar se që jemi sot nuk kemi qenë asnjëherë. Sigurisht kjo nuk është për të ndaluar dhe për të thënë dakord, atëherë po durojmë. Çdo gjë mund t'i kërkoj atyre vajzave dhe atyre djemve, po vetëm durimin nuk i kërkoj të. Kanë drejt të jenë padurueshëm. Por kjo është për të analizuar dy gjëra. E para, pse shqiptarët ja kanë dalë edhe aty ku më optimistët ndër ne nuk mendonin se do t'ja dilin ndonjëherë, që të kenë edhe një shtet tjetër. Sepse shqiptarët nuk kanë kërkuar kur diçka që i takon tjetër. Sepse shqiptarët nuk kanë rënë kur në kurthin e atij nacionalizmi që e bën njeriu, po që mund ta bëj edhe një vend të tërë të verbër për të hapur luftra, jo për njërin e vet, po për të mos e lënë tjetrën të lirë. Dhe sepse shqiptarët kanë ditur instinktivisht, si popull, si kombë, të dallojnë rrugën qorre të nacionalizmit primitiv me rrugën e patriotizmit europian. Dhe nëse sot shqiptarët janë në këtë pozitë, të gatshëm për të shkuar më tutje, por dhe të fortë për të përballuar rrugën më tutje, vetëm një gjë s'duhet të harrojmë. Kjo ka ardhur si rezultat i të qenit njerëz të besës me aleatët tanë të mëdhej strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj, duke ajuar gjithkujt të drejtën, edhe të dalë mendsh, se është e drejtë njeriu dhe kjo, nuk mundet të shkojmë pas askujt që del mendsh e na thotë, shiko, ka një rrugë më të shkurtër. Se rruga më e shkurtër, thot populli shqiptar, të nxjerrë gjithmonë gjatë. Rruga jonë është përpara, rruga jonë është e drejtë, dhe nëse sot ne kemi të drejtën të ndjehemi mirë kur shohim nga kemi ardhur, dhe të ndjehemi jo mirë kur shohim ku do të shkojmë, atëherë duke marrë
dhe lexuar si duhet historinë që na solli deri këtu, le të bëjmë së bashku histori për të shkuar aty ku duam dhe ku do të shkojmë me siguri.